Mund të bëhen disa lexime, një lexim është që niset nga themet e tyre 2-3 javëve të fundit, një pjesë e mirë në punësve mendojnë që loja është shkruar pa mbritur akoma në Komision të Ligjeve, pra është vendosur çdo gjë përpara. Është dolën publik, pra që me listat Jo, është nga akuzat që bën tërsi në media, për shembull një ndër akuzat që ka qenë 2 javët e fundit është që Ismail Shehu, kandidat për kryetar, do të jetë kryetari dhe Enea Hoti do të jetë nën kryetari, por që Enea Hoti të jetë nën kryetar do thotë që do të bëhet një herë antar. Dhe sot në nisje të Komisionit të Ligjeve, seancës dëgjimore, zoti Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, cilësoi që Enea Hoti është të tërhequr nga kandidatura si antar. Pra, s'mund të jetë as nën kryetar. Që këtu e bie poshtë, le të themi, kjo akuza në media për paravendosjen e gjithë lojës. Ky është një aspekt të themi pse ndoshta ka pak aplikime. Pra, dezinformimi dhe thashëthemet që mbulojnë çdo lloj procesi të ngjashëm. Së dyti, numri ulët për postin e kryetarit. Se nuk është se kërkon një kualifikim shumë më të lartë se ai antarit dhe mund të kishte më shumë aplikime, le të themi, edhe për të post, sepse ka një rol të diferencuar qoftë nga ligji i 162/2020 si prokurim publik, qoftë nga logjika në tërësi si operarin organet kolegjiale,